Një aksion i krimeve ekonomike është zhvilluar mëngjesin e së dielës në rajonin e Mitrovicës, ku janë arrestuar 43 kryesues zgjedhor të dyshuar për manipulim të votave. Gjatë së dielës në stacionin e policisë për disa orë janë intervistuar 34 kryesues nga 43 sa ishin gjithsej në ndyshimin për manipulim me vota. Ndërkohë, prokuroria themelore në Mitrovicë ka njoftuar se shumica 43 kryesuesve të qendrave komunale të numërimit tashmë janë intervistuar në kuadër të hetimeve për falsifikim të rezultateve në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Prokuroria themelore në Mitrovicë ka urdhëruar policinë që të intervistohen 43 kryesues të qendrave komunale të numërimit për shkak të manipulimit me vota në zgjedhje. Shumica nga ata janë intervistuar gjatë ditës së sotme dhe me vendim të prokurorit për 48 orë janë ndaluar 34 persona për 48 orë për shkak të veprës penale falsifikimi i rezultateve të votimit. Preteni në Mestira shtregoi që në 5 komuna pati arrestime. Ata janë kryesues të qendrave komunale të numërimit të komunave Mitrovicë Jug, Mitrovicë Veri, Leposavic, Zubin Potok dhe Zveçan. Ndërkohë, Flamur Kabashi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tregon dënimin që mund ta marrin personat që kanë falsifikuar rezultatet e votimit. Personat janë vepra penale të falsifikimit të rezultatit zgjedhor dhe që paraqen një dënim me burgim 3 vjet dhe formën e kualifikuar deri në 5 vjet kur kryhet nga anëtarët e komisionit zgjedhor. Rinumërimi plot i votave ka zbuluar manipulimet e mira votave të kandidatëve për deputet dhe ka vënë prapa grilave të paraburgimit 10 zyrtar. Hetimet janë zgjeruar në disa komuna, por ato ende nuk kanë prekur kandidat për deputet. Prokuroria Leura Pula ka paralajmëruar se edhe ata mund të jenë objekt hetimi. Provat e siguruara deri me tani kanë treguar se për manipulimin e rezultatit zgjedhor, përveç shfetit, është përdorur edhe kanosja.